Shikues të nderuar, ju përshëndes në këtë edicion të orës 13 këtu në ekranin e Fox News. Vendi ynë një ditë më parë është përfshirë nga moti i keq dhe merreshe shiu dhe dëbore. Juglindja dhe verilindja e vendit janë përfshirë nga moti i keq. Autoritetet përgjegjëse ndodhen në terren për të bërë të mundur normalizimin e situatës. Vendi ynë një ditë më parë është përfshirë nga moti i keq dhe merreshe shiu dhe dëbore. Juglindja dhe verilindja e vendit janë përfshirë nga moti i keq, merreshe të dendura dëbore. Dibra është zgjuar në pethkun e dëborës. Uljet e temperaturave gjatë natës në -5°C kanë shkaktuar problematika në qarkullimin e mjeteve në akset rrugore, Peshkopi Tiranë, Peshkopi Kukës dhe ura Çerencit Librasht, ku trashësia e dëborës i ka kaluar 10 cm. Probleme ka patur edhe gjatë orëve të mbrëmjes segmenti i rrugës Maqellar Peshkopi, ku 10 mjete kanë mbetur të bllokuara për rreth një orë. Drejtuesit e mjeteve që përdorin këto akse rrugore problematike duhet të bëjnë kujdes në lëvizje dhe të përdorin goma dimrore. Ndërkohë kjo dëbor në stinën e pranverës, përveç se ka shkaktuar ngrica dhe probleme në qarkullim, ka dëmtuar gjithashtu edhe pemtarin. Qarku i Korçës gjithashtu u përfshi nga rreshtet e dëborës, e cila arriti nga deri 10 cm në zonat malore. Përmes një njoftimi për mediat, bëhet e ditur se borpastruesit kanë qenë në terren për menaxhimin e situatës. Aktualisht në akset kryesorë nacionale turistike, qarkullimi vijon normalisht. Nga bashkiet vazhdon puna për hapjen në rrugëve dytësore e lidhëse dhe të shesheve në qendrat e qyteteve, nga ku gjithashtu nuk raportohen problematika. Si rezultate të erës, ka ndërprerje të përkohshme të energjisë elektrike në njësinë administrative Udënisht e Buçimas, Bashkia Pogrades, fshati Orman Çiflik, njësia administrative Burgarec dhe fshati Dardë në njësi administrative Mollaj, Bashkia Kor, si dhe në fshatrat Dolenac, Mjaltas, Besmir. Të njësia administrative Gor, Bashkia Maleq. Pa energji elektrike janë edhe 12 fshatra e njësisë administrative Proptisht, të cilët marrin energji elektrike nga Agjencia Elektrike Përrenjas. Dëbora ka zbardhur verilindjen dhe juglindjen e vendit, teksa shumë zona të tjera ka patur rreshje shiu. Sa i përket situatës meteorologjike në vend, do të kem një intervistë me sinoptikanen Anira Gjoni. Gjoni, të përshëndes. Çfarë po ndodh me situatën meteorologjike në vend? Çfarë mund të themi? Çfarë i ka shkaktuar këto ulje të ndjeshme të temperaturave në zonat përkatëse të vendit? Vendi ynë ndodhet në ndikimin e një mase të ftohtë atmosferike, e cila vjen me origjinë nga veriu, nga poli veriut. Jemi përballur gjatë këtyre ditëve me një çrregullim të masës ajrore e cila ndodhet mbi Arktik, e cila ka zbritur poshtë dhe sjell jo vetëm në vendin tonë, por ka prekur disa prej vendeve si në rajon dhe më gjerë, me temperatura të ulta dhe duke sjellë pra temperatura të ulta dhe rreshje në formën e dëborës. Është një fenomen i cili ndodh në përgjithësi në stinët tranzitore, siç është pranvera dhe vjeshta, dhe duke sjellur problematika të tilla lidhur me motin. Kemi patur, ashtu siç ju e thatë, rreshje në formën e dëborës për gjatë ditës së djeshme, e cila ka prekur të gjitha zonat malore, në veri, lindje dhe në juglindje të vendit, duke sjellë edhe rreshje dëbore me intensitete të dobta deri mesatare. Dita e sotme nuk presim që të kemi vazhdimin e rreshjeve të dëborës, do të vijojnë të jenë të dobta për ditën e nesërme kryesisht në juglindje të vendit, në lartësitë mbi 900 metër, ndërsa në veri nuk presim që të kemi rreshje në formën e dëborës. Do të kemi rreshje të dobta lokale në formë shiu në disa prej qarqeve, si në Kukës apo në Dibër, dhe fokusi kryesor i kësaj jave nuk mbeten më rreshjet, por mbeten temperaturat e ulta dhe ngricat, të cilat do të na shoqërojnë në zonat malore, kuptohet, për shkak edhe të temperaturave të cilat do të vijojnë të qëndrojnë nën zero, për sa i përket minimaleve apo temperaturave të natës. Më konkretisht, për ditën e nesërme, dita e martë, presim që minimalet në Bregdet të zbresin në 5 gradë dhe maksimalet në 12 gradë. Në zonat e ulta, minimalet 2 gradë dhe maksimalet shkojnë deri në 13 gradë, ndërsa në zonat malore, presim që minimalet të shënojnë -5 dhe maksimalet të shkojnë deri në 5 gradë Celsius. E njëjta tablo për sa i përket temperaturave do të vijojë edhe në ditët në vazhdim, dita e mërkurë e njëjte,
por me një rritje të lehtë graduale prej 1 apo 2 gradësh, si në vlera minimale, ashtu edhe në ato maksimale, dhe do t'jetë dita e premte ajo që do të shënojë edhe një kthesë apo rritjen e temperaturave, pasi edhe në zonat malore presim që ditën e premte minimale të shënojnë mbi 0 gradë. Rreshtet e dëborës në muajin prill janë të zakonshme apo janë anomali? Nuk mund t'i quajmë të zakonshme rreshtet e dëborës në muajin prill, por është një fenomen, ashtu siç e thash edhe në fillim, i njohur për stinën e pranverës, ku zakonisht edhe nëse i kthehemi pas 10 viteve të fundit, jemi përballur për gjatë muajit prill me ngrica apo me temperatura të ulta. Kemi patur rreshje, kemi patur breshër, kemi patur edhe rreshje në formën e dëborës, ashtu siç ndodhi edhe si vjet. Po është një fenomen, ashtu siç e shpjegova në fillim, ku masa mbi Arktik ndodhet një masë ajri e cila është e qëndrueshme për gjatë gjithë vitit. Dhe në momentin kur janë stinë tranzitore, në momentin që ajo krijon një çrregullim të saj, zbret poshtë duke shkuar pra në drejtim të jugut dhe prek vendet si vendi ynë apo edhe vende të tjera në rajon. Mënyra e lëvizjes së kësaj mase ajrore është e tillë që zbret përmes Rusisë, fillimisht ka prekur Poloninë dhe Ukrainën, më pas godet Ballkanin dhe vazhdon edhe më poshtë. Kjo si masë e ftohtë do të ketë edhe një valë të dy ditën e njëjtë, por nuk na prek ne me rreshtet e dëborës, do shkoj drejt Turqisë dhe Kaukazit. Do të kenë edhe ata një situatë të ngjashme me rreshje dëbore dhe temperatura të ulta. Po për ditët në vijim, çfarë mund të themi, do të vijojë njëjta situatë aktuale? Po, temperaturat do të ngelen të ulta dhe mund të shkaktojnë problematika për sa i përket ngricave, kryesisht këto gjatë mëngjeseve për shkak të temperaturave të ulta gjatë natës, por temperaturat e ditës do të vinë në rritje graduale dhe pas të premtes do të kemi një situatë të përmirësuar të motit. Gjatë këtyre ditëve nuk presim që të kemi rreshje, e premtja do të rikthejë rreshje të dobta, por dita e martë, mërkurë e njëjtë nuk presim që të kemi rreshje. Do të jenë ditë me diell, por me temperatura të ulta. Pra nuk ka rrezik për ndonjë situatë më të keqe sa i përket situatës së rreshjeve të shiut. Pra nuk mund të themi që mund të ketë përmbytje apo rreshje shiu intensive. Jo, nuk presim problematika të shtuara për sa i përket kushteve të motit. Po sa i përket pjesës zonave të tjera në vend, çfarë mund të themi? Pra folëm për Verilindje dhe Juglindjen që janë të përfshira nga situata e dëborës, po për pjesën tjetër të vendit. Problematika mund të ngelet era, pasi kryesisht do të jetë në zonat malore dhe në Bregdet, ku për momente forcohet, pra shkon deri e fortë, por do të jetë momentale dhe nuk do të jetë për gjatë gjithë ditës. Sa i përket këtij ndryshimit papritur të motit, si do ndikojë në aspektet e tjera të bujqësisë, por jo vetëm, mund të themi që mund të shkaktojë të tjera problematika nëse mund të kemi një parashikim të shkurtër edhe të ditëve në vijim, pra që mund të prek bujqësinë apo blegtorin? Po, është diçka që ndoshta një ekspert i bujqësisë mund ta referojë më mirë, por ajo çfarë mund të themi është se sigurisht sjell problematika ngrica në këtë periudhë, pasi kishim temperatura të larta për gjatë marsit dhe bimët kanë zhvilluar disa faza fillestare të tyre për gjatë muajit mars, dhe kjo ngritës në këto momente sigurisht që shkakton probleme për sa i përket sektorit të bujqësisë, por ajo që mund të themi është se temperaturat do të vijojnë në një rritje graduale dhe 2 javët e dyta të prillit do të jenë më të ngrohta, pra më i ngrohtë dhe temperatura më të larta. Vitet e fundit apo vihen re momente pra ekstreme të motit, luhati ekstreme të situatës meteorologjike në Shqipëri? Po, sigurisht që shikohen apo ne referojmë anomali për sa i përket kushteve të motit në momente të caktuara, ashtu siç kemi parë javë me temperatura shumë të larta, siç u përballën për gjatë muajit mars që kishim temperatura të larta, ashtu edhe këto javë që janë me temperatura më të ulta, që janë nën normalet apo mesataret shumë vjeçare
të vlerave, si atyre minimale edhe maksimale, po është diçka që prek rajonin, prek edhe më gjerë, nuk është se është një problem që shkaktohet vetëm në vendin tonë. Për të ndalur tek rajoni, çfarë parashikimi mund të themi? Cila do të jetë situata? Në të njëjtat kushte atmosferike, nëse i referohemi rajonit, pasi masa ajrore ka prekur edhe vendet fqinje, duke sjellë temperatura të ulta dhe rreshje dëbore, kryesisht këto në zonat malore, dhe sigurisht që më në brendësi të kontinentit, por kjo javë do të jetë me këto temperatura të ulta dhe më pas do të kemi një përmirësim gradual për sa i përket kushteve të motit. Çfarë këshillash jepni për ta përmbyllur Gjoni? Për gjatë kësaj jave, sigurisht që duhet patur kujdes, pasi temperaturat do të vijojnë të jenë të ulta, do të kemi një mot të freskët, pavarësisht se do të jemi në ndikimin e rrezeve të diellit, problematike pra ngelen temperaturat e ulta dhe ngricat kryesisht në zonat malore, ku duhet patur kujdes në akset rrugore për shkak të ngricave. Zonja Gjoni, unë të falenderoj për këtë intervistë. Faleminderit juve. Shikues të nderuar, ishim deri në këto momente me sinoptikane Nanira Gjoni, e cila solli një panoramim të situatës meteorologjike në vend, por jo vetëm edhe në rajon.